Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të flasim për shqiptarët atje, për samitin që zhvillua atje, për dy vizita që ishin pra midis protagonistëve të tjerë ishte edhe kryeministri Edi Rama dhe kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti. Por çfarë ndodhi më tej, për këtë do të flasim me profesorin universitar, njohës mjaft e mirë të çështjeve të sigurisë e politikës, zotin Bashkim Silmani. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje dhe falënderime për zemërta për punën tuaj që bëni dhe informimin e publikut me të dhëna të sakta dhe shumë shkencore. Mirënjohje për ju, profesor, për kohën. Profesor, Kurti dhe Rama dje bashkuan apo i ndanë më shumë shqiptarët dje atje, se pam që njëri takoi Kurti të Vlenit, Izetmexhitin dhe pjesën tjetër, kurse Rama një parakalim në çarshinë e vjetër me Osmanin, pastaj me Taravarin që tashmë ka kaluar në krahun tjetër. Pra një ndarje pa dorashka dhe hapur fare në publik. Pikërisht këtu është edhe etiologjia e problemit. Unë do doja të filloja për vetë samitin, siç është, dhe defektet e kombit shqiptar dhe të politikës shqiptare që janë një paralele me të cilën thot shumë në aspektin e të drejtës kombëtare. Kjo është thjesht kombi shqiptar është i vetmi komb që është ndarë në disa pozita gjeografike, në aspektin fetar, në aspektin politik, dhe kjo nënkupton për etiologjinë e themelësisë së subjekteve politike shqiptare, të cilat nuk i bashkon asnjë pikë përbashkët, dhe kjo ngrit dilema vallë se kush i themelon këto subjekte politike shqiptare, dhe fatkeqësisht edhe mosgjedhja e ngërçit politik në Kosovë flet se pjesa dërmuese e subjekteve politike shqiptare ma pak që bëjnë dhe punojnë për çështje shqiptare, por thjesht janë subjekte që u shërbejnë shërbimeve të huaja, dhe kjo e bën edhe publike serialin mes raporteve të di kryeministrave shqiptar, të cilët nuk kanë, edhe pse kanë dhimbje të përbashkëta, kanë histori të hidhur të përbashkët, dhe nga ana tjetër atë ndarje gjeografike historike që u krijuar nga armiqtan, siç duket përsëri mbajnë ënën e armiqve, sepse toleranca dhe bashkëpunimi mes këtyre dy kryeministrave dhe subjekteve duhet të krijojë integritetin dhe dinjitetin e kombit shqiptar. Fatkeqësisht kjo plasëritje mes dy kryeministrave nuk jep edukatën e të drejtës kombëtare tek opinioni, dhe kjo përbën një nga fatkeqësitë që do të flasin në fillim, edhe në vazhdimsinë e kësaj, po kjo thjesht është një seriale armiqësore me të cilën përçarje nga njëra anë ndjejnë zemrim shqiptarët kudo që jetojnë, dhe nga ana tjetër siç duket i përmbushin detyrat e armiqve tanë. Pra ky serial nuk do të jetë i pari, por do të vazhdojë edhe më tutje në aspektin politik. Nga ana tjetër, më vjen keq që e njëjta përçarje zhvillohet edhe në për institucionet dhe tek qytetarët dhe bën një problem për të studiuar akoma më shumë detajisht. E para dhe dyta është pasojë mos funksionimit të instituteve shkencore të kombit shqiptar, rasti se ne jemi vetmi komb që akoma nuk e kemi të shkruar të drejtën kombëtare, sepse drejta kombëtare, jo historia kombëtare, por drejta kombëtare që flet për prioritetet dhe dështimet në për decenje ku janë shkaktuar dëmet dhe çfarë duhet zgjidhur. Fatkeqësisht kjo çështje nuk ekziston në mentalitetin e subjekteve politike shqiptare, e cila shpeshherë reflekton edhe nëpërmjet kryeministrave. Pjesën e dytë po ashtu do doja ta ndërlidhja në Maqedoninë e Veriut, që ka të bëjë drejt për së drejti. Zoti Mickoski ishte një koqiri samitit të liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku kushtohet planit të rritjes, cila është një mundësi për të zhvilluar progresin e arritur, të përcaktuar napat e ardhshëm dhe për të bërë integrimin evropian të rajonit në përgjithësi. Po dhe këtu ne mund të nxjerrim mësimin nga e kaluar, dhe tema e samitit ka qenë zhvillimi ekonomik për të arriturat dhe për të hecur mundësit për plotësimin e standardeve për Bashkimin Evropian. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër, këtu mund ta analizojmë në dikande, e para ka të bëjë me Bashkimin Evropian dhe investimet që bën në vendet e Ballkanit Perëndimor nga njëra anë,
Në nga ana tjetër, sa vendet e Ballkanit Perëndimor janë të afta të shfrytëzojnë këto të mirat që ofron Bashkimi Evropian. E para, nëse merret çështja e investimeve që ka bërë në shumë projekte brenda këtij decenjeve, do të shohim që flas për Maqedoninë e Veriut, vetëm 19.2% të projekteve janë të shfrytëzuara atë që ka ofruar Bashkimi Evropian. Faktikisht edhe këto mjete që janë të dedikuara nuk janë të realizuara plotësisht, vetëm janë të realizuara nga subjekte dhe të fuqishmit e subjekteve, por nga këto projekte aktualisht qytetarët nuk i kanë ndjerë për të pasur dhe ngritur mirëqenien e tyre, përveçse se vetë Bashkimi Evropian thirret në standardet themelore të drejtave të njeriut, fatkeqësisht këto të drejta qytetarët as pak nuk i ndjejnë. Pra, samiti ka të bëjë me çështjet që i dhanë mesazhet, duke ditur se politika botërore akoma është shumë e turbut, dhe nga ana tjetër pam oratorinë e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të tyre që janë të interesuara që të investojnë në Ballkanin Perëndimor afër 6 miliard euro, kështu që maqedonisit i takojnë afër 69 milion euro, por këto do të jepen në shumë mënyrë të koordinuara pasi të plotësohen kushtet dhe kriteret përkatëse. Dhe dita po ashtu ka të bëjë me mënyrën e heqjes roamingut, që do të mund qytetarët e këtyre vendeve të komunikojnë pa pagesë dhe të lirshëm në aspektin e komunikimit të përditshëm mes anëtarëve dhe shoqërive në përgjithësi. Dhe pjesa tjetër po ashtu për Maqedoninë e Veriut, kemi një ngjecie pas në ardhjen e zotit Mickovski, duke ditur se ki vijnë nga një parti nacionaliste, dhe nga ana tjetër jo vetëm që edhe pse çështja ishte fazën përfundimtare të kontestit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, jo vetëm që nuk i ka hecë por përkundrazi ka nxjerrë kushtet e reja Bashkimit Evropian, siç është mbrojtja e identitetit dhe mosfutja e bullgarëve në aspektin kushtetues, thotë se Bullgaria mohon gjuhën dhe identitetin e shtetit ose identitetin e kombit maqedonas. Dhe nga ana tjetër, i njëjti kryeministër po godet identitetin dhe gjuhën e shqiptarëve. Pra thjesht kemi të bëjmë me një problem jashtëzakonisht të lartë. Dhe nga ana tjetër, këto çështje ose këto konteste nuk e u elaboruan nga kryeministri shqiptar dhe nga kryeministri i Kosovës, rreth se nëse dikush është duke pritur për të aderuar në Bashkimin Evropian, pikërisht janë shqiptarët, dhe nga ana tjetër as pak që u diskutua pozita e të drejtave të kombit shqiptar në hapësirat ku ata jetojnë, dhe kjo flet për një mungesë të strategjisë që nuk kupton se edhe para Bashkimit Evropian të di kryeministra jo vetëm që dulën të përçartë, por përkundrazi nuk prekën asnjë element bazë që ka të bëjë drejt për së drejti me zhvillimet në përgjithësi në rajon. Profesor, po i afrohemi zgjedhjeve lokale dhe prisni një ngritje të retorikës, së pari aq më tepër që edhe ditë e fundit ka pasur debat sërish për tabelat të radhë në Stru, por edhe ajo që ndodhi në Çarshinë e vjetër, mendoni që mund të jetë në funksion të zgjedhjes, pra njëri kryeministër mbështet një kamp, tjetri mbështet kampin tjetër, pra mund të jetë kjo ajo fushata parazgjedhore? Plotësisht keni të drejtë, edhe ka ndodhur në të kaluarën edhe aktualisht, por fatkeqësisht asnjëherë nuk ka ndodhur kështu drejt për së drejti në aspektin publik të ndërhyjnë kryeministrat, dhe kjo nuk i bën nder votuesit, sepse nuk lejojnë që në mënyrë të pavarur të vendosin ata që të përzgjedhin, për arsye se qytetarët janë ata që e dinë saktë zhvillimet, prioritetet, ngecjet dhe kufizimet e përgjithshme. Më vjen shumë keq që politika shqiptare duhet të ndërhyjë, flas për shtetin shqiptar dhe Republikën e Kosovës. Mirë po është pengesë legjislacioni në Maqedoninë e Veriut, sepse ne kemi një ligj për decentralizimin që është jashtëzakonisht mund t'i kemi përmbajtje nga sistemi i kaluar, po ashtu dhe me përmbajtje nacionaliste, me të cilën shpeshherë kombi shqiptar më shumë zhvatet se sa që zhvillohet, dhe për këtë as pak që diskutohet. Ja për shembull, ne jemi taksopagues
në Maqedoninë e Veriut dhe 62% mbushin buxhetin e shtetit në aspektin financiar dhe material. Dhe nga ana tjetër, kushtetuta lejon vetëm 20% të drejtave të tyre, që flasin shqiptarët i kanë disa elemente të autoktonisë, duke filluar nga pozita gjeografike, pozita juridike, ku administrojnë mbi 15 komuna. Unë marrë vetëm një rast konkret, se nuk është politika as pak e koncentruar në problemet reale. Ja, për shembull, ekziston me një ligj për qeverisjen lokale, ku thotë se qytetit Shkupit çdo taksapagues në detyrimet e tij ditore 9% i kalojnë vetëm Shkupit. Flas me taksapaguesit shqiptar. Mirë po, shqiptarët nuk arritën që të bëjnë edhe një ligj, sikur ai Shkupit 9% që i kalon buxhetin taksapaguesit, të bëhet edhe një ligj për Pollogun ku do të përfshihet Tetova dhe Gostivari, sepse ato mjetet që japim ne, vetëm 10% u kthehet qytetarëve, në këtë rast flasim për pagat ose detyrimet e tjera për mbarvajtje. Dhe nga ana tjetër, ne jemi vetmi kombë me të cilën qytetet janë shumë mëdha, mos flasim për zonat rurale ose për pjesët e tjera, ku akoma nuk ekziston kanalizimi, akoma nuk kemi transport publik, akoma nuk ka çështjet më elementare, dhe nga ana tjetër kjo nuk preket si prioritet, për arsye se u pat edhe Bashkimi Evropian parashë investimet tek sa natyre për kanalizimet ose për ndriçimet solare kështu me radhë. Të gjitha këto as pak nuk janë investuar në këto rajone, dhe dëshimi që gjitha mjetet që u mlidhen nga qytetarët shqiptarë investohen në pjesën lindore të Maqedonisë, duke filluar nga autostradat dhe kështu me radhë. Unë marr vetëm një rast tjetër, tani më ndërtohet një autostradë që përfshihet nga Qafathamës deri në Shkup, që është korridori 8 dhe pjesët e tjera. Vetëm një rast, për shembull, marrja e tokave që u merret shqiptarëve kompenzohet vetëm me 3 deri 4 euro. Kështu është vendos, ndërsa për maqedonasit të paguajnë 54 euro për metër katror. Do thonë, ka disa çështje që janë jashtëzakonisht tragjike dhe që politika as pak që nuk i denonson problemet e qeverisjes lokale. Dhe unë them se pa një vetëvendosje të buxhetit dhe atë sa japim në buxhet të dash të jemi të drejtat të detyrimet ndaj shtetit, pa autonomi fiskale, të cilat do të ishte në gjitha vendet e tjera europiane, siç trajtohet me qeverisja lokale, këtu nuk kemi ne asnjë element. Por nuk është problemi vetëm i çështjeve politike, është edhe çështja ekonomike, me të cilën qytetarët shqiptarë zhvaten në vazhdimsi, ndërsa për investimet që duhet të jetë mirëmbajtja që parashojnë rregulla, këto nuk kanë as pak të përfshira në projektet ose në premtimet e partive politike, që do të thotë që nuk merren me problemet esenciale që po përballen qytetarët në përgjithësi. Profesor, kam një pyetje të fundit. Ju jeni njohës jo vetëm i politikës brenda, por edhe asaj në Ballkan dhe gjeopolitikës. Me këtë rendin e ri botror, ne që po vjen, jemi të përgatitur shqiptarët, dhe së dyti, Trumpi, fakti që ka përmendur Kosovën dhe mundet të hap andej, ndoshta një kuti Pandore, mund të ketë një efekt domino edhe në Maqedoni dhe pjesën tjetër? Ju si e shikoni gjithë këtë panoramë që por përgatitet për të ardhur? Se e ka përmendur kreu i shtëpisë bardh vet, edhe jo një herë, po 3-4 herë. Unë mendoj që çështja shqiptare është e pasditur, pa marrë parasysh se si veprohet ndarës, dhe kjo është gjendje faktike dhe këta e din mirë Europa. Unë nuk pajtohem as pak me Europën që mos pranohen shqiptarët pas një standard dhe kriter, për arsye se ne jemi kombë që jemi të ndarë pikërisht nga Europa. Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë politikën e tyre dhe fatmirësisht kanë qëndrim pozitiv ndaj të drejtave kombëtare të shqiptarët. I dinë thelbësi se ne jemi të ndarë si në aspektin gjeografik, aspektin fetar, aspektin kombëtar, dhe i shërben paqes dhe demokracisë. Ja, për shembull, asnjë kombë nuk do të pranonte që të udhëhiqet nga maqedonasit kur identiteti i tyre ka filluar mbas ditës së 5-s. Prandaj kam bindjen se zoti Trump vetëm mund ta përshpejtojë këtë procedurë dhe jo rastësisht oratoria e tij që aktualisht sidomos muajt e fundit që përmendet në vazhdimsi Kosova, unë shpresoj që do të ketë zgjidhje shumë të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo do të marrë punë një herë për gjithmonë, sepse zoti Trump është njëri praktik, shpeshherë është edhe i paparashikuar
prandaj dhe kam vështirë shtetet dhe Bashkimi Evropian që të krijojnë një gjendje të tillë se çfarë mund të ndodhë. E pam edhe me Iranin që me 24 orë ndërpreu luftën, që do të thotë që është shumë vendimmarrës dhe unë shpresoj që çdo veprim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zoti Trump do të jetë në interesin e kombit shqiptar, përse se ne i kemi atë aspektin historik, jemi kombi veçantë, gjithmonë nuk kemi shërbyer edhe miqve dhe armiqve. Mirë, po fatkeqësisht këtu mund të ndodhë që qëndrimi amerikan shpeshherë nuk përputhet me subjektet politike shqiptare, për arsye se ndikimet ruse dhe ndikimet slave, sidomos të Serbisë, po ashtu edhe Kinës, në mënyrë të heshtur bëjnë goditjen e këtyre subjekteve dhe fatkeqësisht pjesa dërmuese e subjekteve politike shqiptare, siç duket kanë një qendër të përbashkët antikombëtare dhe kjo mund ta neglizhojë se mund ndodhë diçka që mund të shkojnë në dëm të shqiptarëve. Por sido që të jetë, unë kam shpresa se çështja shqiptare është shumë afër zgjedhjes dhe këtë zoti Trump mund ta bëjë shumë shpejt. Pra, ridimensionimin Kosovë mund të prek edhe në Maqedoni. Pikërisht këtu është ridimensionimi është shumë i përafërt dhe i drejtë. Ne dimë se Maqedonia është krijuar në Shqipërinë lindore, dhe atë dinë edhe aspekti historik dhe pozita gjeografike, mirë po përfaqësimi i shqiptarëve në Maqedoni, përfaqësimi i qytetarëve të Kosovës në Kosovë dhe përfaqësimi i shtetit shqiptar në Shqipëri nuk e ndihmojnë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të jenë më korrekt në ato detyrë që ua kanë dhënë. Dihet Kosova si u çlirua. Nuk mundeni ju 90 ditë talleni me të përbuzni institucione që nuk i keni themeluar vetë. Pikërisht i themeloj Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos e bëni zgjedhje. Dhe këto që po ndodhin të ngërçet politike të thjesht janë antikombëtare dhe anti-amerikane. Ndërsa në aspektin e oratorisë shprehen për SBA dhe për Europë, nga ana tjetër punët i bëjnë për ndikimin pro-ruse, pro-serbe dhe po ashtu edhe pro-kineze, sepse shumë projekte dhe shumë para, sidomos te krimi organizuar institucional, korrupsioni, këto janë faktorët që drejt për së drejti godasin çështjen shqiptare në Ballkan. Dhe rrësisht më pëlqeu shumë dhe zoti Trump thotë se gjitha të dhënat që vijnë për vendet e Ballkanit perëndimor, për të shtete që flasim ne, thotë dominon krimi organizuar dhe korrupsioni, që paralajmëroj se drejt për së drejti do të luftojë edhe krimin dhe korrupsionin në vendet e Ballkanit perëndimor. Dhe këto janë dy shpresa bazë që do të thotë se qëndrimet e SBA-s për të ndihmuar Ballkanin dhe shqiptarët pikërisht e ngandalson zgjedhjen çështja e krimit dhe korrupsionit. Sepse ne kemi krime dhe korrupsione fetare, kemi krime e korrupsione në aspektin e subjekteve politike të cilat në një apo formë tjetër u shërbejnë këtyre strukturave pro-ruse. Kjo fatkeqësi e madhe. Pra profesor, për ta mbyllur, ky është viti i fundit për të kapur pra si treni i fundit, sepse Trumpi pastaj hyn në zgjedhjet e mes mandatit në SBA. Këtu sapo zgjati urdhrin për gjendjen e emergjencës në Ballkan dhe për një vit, edhe jemi në valën që i ka syt në Ballkan. Pra, ajo që mund ndodhë është të ndodhë këtë vit. Pra, brenda këtij viti po ndodhi diçka ose asgjë. Po aktualisht këtë çështje çorienton trazirat që po ndodhen aktualisht në Serbi. Unë jam i bindur se nëse do të mund mbijetoj Vučić, atëherë shumë shpejt zoti Kurti dhe Vučić nga zoti Trump do t'i ofrohet zgjedhje përfundimtare dhe përgjithshme. Prandaj them se gjitha këto procese që rrjedhin, subjektet politike shqiptare nuk janë të koncentruara që të përfitojnë nga hapësira kohë. Ne pa që tretë decenije Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ua kanë dhënë mundësitë shqiptarëve që të plotësojnë standardet dhe të mbrojnë dinjitetin e kombit, përkundrazi të gjitha subjektet kanë humbur në zhvatje, në korrupsion dhe krimin e organizuar. Ju e patë edhe vetë përfaqësuesen e Bashkimit Evropian, Kallas tha prioriteti jonë është integrimi, mirë po ashtu tregoj se ne më nuk kemi as para dhe as kohë të japim këtyre vendeve, sepse mjetet janë të harxuara nëpërmjet Ukrainës, që pa sa miliarde po shpërndahen aktualisht. Prandaj them se komoditeti
i kombit shqiptar nuk ka as hapësirë, por nuk ka dhe pozitën e caktuar. Vetëm këtë mund ta përshpejtonte zoti Trump, dhe se eventualisht nuk do të ndodhin trazira dhe ndrimi i pushteteve në Serbi. Profesor, faleminderit shumë për analizën shumë dimensionale dhe të drejtë për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Faleminderit shumë. Falenderoj dhe juve dhe gjithmonë keni qenë interesuar për drejtat e shqiptarëve në Maqedoni dhe ju falenderoj përzemërsisht. Faleminderit ju dhe ditë mbar profesor. Rrofsh, mirënjohje shumë. Ju pa.